Tani në Gjirokastër, për të parë dhe atje, drejt për drejt, ja jemi me Ervina Shehen atje, si po shkon ky proces, jemi përpara selisë Partisë Demokratike. Ervina, përshëndetje. Përshëndetje, atëherë ndodhemi sërish pranë selisë të Partisë Demokratike të Degës së Gjirokastrës, ku po vjon ende procesi i votimit për liderin e Partisë Demokratike. Në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, në 7 bashkitë të qarkut të Gjirokastrës, procesi ka nisur që prej orës 8 të mëngjesit dhe pritet që të përfundojë rreth orës 18. Procesi ka qenë i qetë si në Degën e Partisë Demokratike në Memaliaj, Tepelen, Kërcyr, Përmet, Libehov, Dropull dhe Gjirokastër. Nuk ka pasur problematika apo incidente të krijuara. Ka qenë një proces kryesisht i qetë ku antarët kanë ardhur dhe kanë zgjedhur pra të votojnë për liderin e kësaj partie. Pritet pjesëmarrja ka qenë e lartë kryesisht në Tepelen, Kërcyr dhe Memaliaj që në orët e para të mëngjesit. Ndërkohë që presim 30 minuta për të përfunduar ky proces i votimit dhe më pas numërimi i cili do të kryhet në çdo degë të Partisë Demokratike në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Ka ende pjesëmarrës të cilët vinë edhe në minutat e fundit përpara se ky proces të përfundojë. Pra ashtu si kundër e tham, ka nisur që prej orës 8 të mëngjesit dhe pritet që të përfundojë rreth orës 18. Pjesëmarrja më e lartë ka qenë kryesisht pas mesditës ku antarët kanë ardhur dhe kanë votuar. Mirë, të falenderoj, ishte Ervina Shehen pra me këtë rezume të gjithë